Rritja e çmimit të karburanteve duket se ka prekur tashmë edhe qytetin e Vlorës. Në disa pika të karburanteve në qytetin bregdetar, nafta ka shkuar në rreth 182 lekë për litër, ndërkohë që benzina në rreth 198 lekë për litër. Megjithatë, kjo rritje nuk reflektohet në gjitha pikat e karburanteve në qytetin e Vlorës. Në disa prej tyre duket se çmimi ka mbetur i njëjtë me atë të paditëve më parë. Megjithatë, nga informacionet duket se kjo rritje do të vijojë të reflektohet tashmë në të gjitha pikat e karburanteve në qytetin e Vlorës gjatë ditëve në vijim. Rritja e çmimit të naftës duket se ka prekur tashmë dhe qytetin e Vlorës. Megjithatë, kjo rritje ende nuk është reflektuar në të gjitha pikat e karburantit në qytetin bregdetar. Në disa prej tyre gjatë paraditës së kësaj të premteje, çmimi i naftës ka shkuar në 182 lekë për litër, ndërsa benzina ka arritur në 198 lekë për litër. Bëhet fjalë për një rritje që varion nga 7 deri në 8 lekë për litër. Megjithatë, deri më tani jo të gjitha pikat e tregtimit të karburanteve kanë rritur çmimin, pasi në disa prej tyre vlera mbetet e njëjtë, ashtu si dhe pak ditë më parë. Konfliktet dhe tensionet në linjën e mesme kanë ndikuar në shtrenjtimin e karburanteve në tregjet ndërkombëtare, një rritje që tashmë po reflektohet edhe në vendin tonë, ndërsa prej kësaj të premte ka nisur të ndihet edhe në Vlorë. Pritet që në ditët në vijim çmimi i ri të reflektohet në të gjitha kompanitë dhe pikat e karburantit në qytetin bregdetar.